Vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Sot do të përgatisim një nga recetat tradicionale, paqen e Ramazanit. Por sot do ta bëjmë pak më ndryshe. Do ta bëjmë edhe me pitë, edhe me mish. Mishin që unë kam zgjedhur që ta përdor sot në këtë recetë është kofshat e pulës, por mund të përdorni edhe mishin e viçit nëse keni dëshirë. Në një tenxhere kam shtuar 1 kg mish pule, do të vazhdoj që ta laj mirë me ujë të pastër disa herë dhe do t'i ziej. I kam pastruar me ujë derisa uji brenda te kofshat e pulës ka mbetur i pastër. Vazhdojmë tani në zjerje, në zjarr mesatar, do t'i ziejmë diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Për përgatitjen e kësaj paqe kemi nevojë edhe për peta të gatshme për baklava. Nëse keni dëshirë, mund ta përgatitni edhe me peta të bëra vet, por është një procedurë shumë e gjatë dhe unë dua që t'ju tregoj mënyrën më të lehtë dhe më të thjeshtë si ta përgatitni paqen. Petet që unë po i përdor janë petë të freskëta për baklava dhe për pite. Thjesht do të vazhdojmë që t'i mbështjellim në formë roleje dhe pastaj do t'ja japim këtë formë kështu. Në njëjtën mënyrë vazhdojmë i mbështjellim të gjitha. Vetëm i rrotullojmë dhe pastaj ja japim këtë formën e rolesë. Vazhdojmë i renditim në tepsi për pjekje, poshtë tepsin e kam lyer me pak gjalp të shkrirë. Tani pasi kemi renditur gjitha në tepsi, vazhdojmë që sipër t'ju shtojmë gjalp të shkrirë. Në total unë po përdor 150 gram gjalp për tërë tepsin. Pasi brenda petat e baklavas janë të palyera, do t'ju shtojmë sipër gjalp, që mos na bëhen shumë të forta. Dhe tani vazhdojmë e pjekim. Fura është e parangrohur në 200 gradë dhe në temperaturë mesatare do t'i pjekim diku afërsisht 15 deri në 20 minuta. Por një kujdes, janë të holla, pjekjen shpejt. Tani që është zier mishi i pulës, e kam coptuar në copza më të vogla, ndërsa lëngun e mishit e kam kulluar në kullojs derisa ka dalë lëngu i kulluar, që do të na duhet për ta zbutur paqen. Ndërsa mishin e largojmë anësh një herë e shtojmë më vonë sipër. Petet e baklavas janë pjekur, janë gati, vetë sa i kam larguar nga fura. Presim që të ftofen vetëm 5 minuta. Tani me lëngun e pulës i zbusim të gjitha petet e baklavas nga pak, mos i zbutni shumë, sepse këtu do hidhet tani sipër edhe pjesa e paqes. Jeni që me njëherë për disa sekonda e ka tërhekur tër ujin. Vazhdojmë që ta përgatisim pjesën e paqes. Në një enë do të shtojmë një gotë 250 ml me ujë. Vazhdojmë te uji, shtojmë edhe pak kryp, përziejmë dhe e vendosim në zjarr mesatar që të nxehet uji, ndërkohë që uji nxehet, ne e bëjmë gati tani trashjen e paqes. Tani në një pjatë tjetër vazhdojmë dhe shtojmë një gotë 250 ml edhe gota me kos. Tani tek kosi shtojmë edhe një të kuqe të vezës, si dhe një lugë gjelle të mbushur plot me miell. Përziejmë mirë që të sigurohemi që brenda nuk do të na mbesin trupa dhe do të na bëhet kremoze pastaj edhe paqja. Tani që uji po vlon, vazhdojmë këtu ta shtojmë pjesën që e përgatitëm për trashjen e paqes. E ziejmë në zjarr mesatar për 2-3 minuta, qëndroni afër, përzieni pa ndërprerje sepse kjo do të trashet shpejt. Dhe pjesa e paqes është gati. Unë nuk e trash shumë, e lë kështu pak më të hollë, sepse paqja duke qëndruar trashet vet. Por nëse ju e doni që t'ju trashet më shumë, mund të shtoni 2 lugë gjelle miell tek masa. Vazhdojmë tani nga lëngu i përgatitur i paqes, që shtojmë sipër secilës. Tani sipër secilës shtojmë nga mishi i pulës i zier dhe i coptuar. Si që thash, mund të bëni edhe me mish viçi nëse keni dëshirë. Mua gjatë Ramazanit më pëlqen që më shumë ta përgatis me mish pule. Më duket që bëhet më e lehtë dhe më e shijshme. Sidomos nëse keni mysafir, është ideale si paragjell dhe ta shërbeni në tavolinë me receta tjera.
Tani në një jenë shtojmë dikom 75 gram gjalp, e djekim dhe i shtojmë pak piper të kuq. Tani me këtë vazhdojmë që t'i lyejmë sipër se cilën pjesë të paqes. Në këtë mënyrë do duket më bukur, do të merr akoma më shumë shije. Tani paqen e kemi gati. Gjithçka që duhet bëjmë është që ta shërbejmë dhe ta shijojmë për një iftar me familje ose për mysafir. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.